kuptojmë, ose po ta mendojmë thellë, do t'ishte fjalia që kishte më shumë kuptim. Po ta mendojmë thellë, lutja është zemra e jetës shpirtërore të çdo besimtar. Ajo nuk është thjesht një ritual, që hajde ta plotësojmë këtë gjë, hajde ta bëjmë këtë gjë dhe të mbarojmë punë. Apo një formulë fjalësh, por është dialogu, biseda e drejt për drejt i shpirtit njerëzor me Zotin e gjithësisë. Teksti pra Lukës 11:15 dhe 13 gjejmë Jezusin që na ofron një mësim të thellë dhe praktik mbi natyrën e lutjes, duke përdorur dy shembuj të fuqishëm. E para është shëmbëltyra e mikut të mgulës, ose siç e vut dhe ju re tek teksti që lexuam së bashku, miku i paturpit, sepse të trokasesh në mes të natës, ose do kesh një hall shumë të rëndësishëm, domethënë zakonisht kur të merr dikush në mes natë, ka një problem shëndetësor. Çështja jeta vdekje. Po jo se s'kam bukë pres miq. Dhe analogjinë e atit të dashur pra.